Çfarë të ka ndodhur, baba im? Kush të la në rrugë? 10 vite më parë, qyteti i vjetër ishte mbytur nga një gri e rënd vjeshte, e cila dukej se pasqyronte saktësisht gjendjen shpirtërore të Kleas. Ajo po qëndronte në mes të dhomës së saj të vogël, duke parë një valigje të vjetër të cilës i kishte dalë ngjyra nga përdorimi i gjatë. Brenda asaj valigjeje nuk kishte rroba të shtrenjta apo luks. Kishte vetëm disa ndëresa të thjeshta, një fletore ku mbante shënimet e saj dhe një fotografi të vjetër familjare që shtrëngonte pas gjoksit, sikur të ishte thesari më i madh në botë. Familja e saj po kalonte momente drastike dhe të errëta ekonomike. Borxhet ishin akumuluar aq shumë sa çdo trokitje në derë u shkaktonte ankth, se mos ishte ndonjë përmbarues që do t'u merrte edhe ato pak gjëra që u kishin mbetur. Në ato çaste dëshpërimi, ku e ardhmja në Shqipëri duke një rrugë pa krye, lindi ideja e largimit drejt Anglisë. Por, për një vajzë të re pa asnjë mbështetje, rruga drejt Londrës kërkonte para, shuma që familja e saj as që mund t'i imagjinonte në ato momente. Këtu nisi sakrifica e madhe e babait të saj, Ilirit. Iliri kishte qenë gjithmonë një burr punëtor, me duart e bëra kallo nga puna e rëndë e krahut dhe me një krenari që nuk e lejonte kur të ankohej apo të shtrinte dorën te askush. Kur pas se ëndrat e vajzës së tij po shuheshin për shkak të varfërisë, ai mori një vendim ekstrem pa i treguar asaj asgjë. Iliri shiti gjithçka që kishte mbetur me vlerë nga pakës pasuri e tyre, përfshirë edhe unazën e martesës dhe disa pajisje të vjetra pune me të cilat siguronte bukën e gojës. Nuk u mjaftua me aq. Ai hyri në borxhe të rënda me fajdet e njerëz të rrezikshëm në qytet. Vetëm që t'i siguronte Kleas biletën e avionit dhe një sasi të vogël, parash që ajo të mund të mbjetonte javët e para në tokën e huaj. Ai e dinte se duke bërë këtë, po nënshkruante fundin e tij ekonomik. Por lumturia dhe shpëtimi i vajzës së tij ishin më të rëndësishme se jeta e tij. Ditën e nisjes, atmosfera në stacion ishte mbytëse. Klea kishte veshur një triko të thjeshtë dhe po dridhej, jo nga i ftohti, por nga frika e së panjohurës që e priste për te i detit. Iliri stanshte përpara saj, duke u munduar me çdo kusht të mbante një buzëqeshje të ngrirë në fytyrë, që ajo mos t'i shite lotët që i digjnin syt. Ai zgjati ato pak, para që kishte futur në një zarf të vjetër dhe i shtrëngoi duart fort. "Shko, vajza ime, ndërto një të ardhme më të mirë", i tha ai me një zë që mezi mbahej, por që rezatonte një dashuri të pafundme. "Mos u mendo për mua, mos shiko pas. Unë jam burr dhe ja dal gjithmonë. Dua vetëm të shoh ty të lumtur dhe të realizuar. Kjo rrugë është shansi yt i vetëm." Ai i premtoi se çdo gjë në shtëpi do të shkonte mirë dhe se ai do ta priste me padurim rikthimin e saj si një grua e suksesshme. Me ato fjalë të gdhendura në mendje dhe me imazhin e babait që valviste dorën teksa autobus i aeroportit largohej, Klea u nis drejt Anglisë, duke lënë pas gjysmën e shpirtit të saj. Në Londër, realiteti e përplasi fort. Vitet e para ishin një makth i vërtet sforcimi, vetmie dhe netësh pa gjumë. Klea filloi nga puna më e thjeshtë, duke larë pjata në për restorante të vogla në periferi, duke pastruar zyra në orët e vona të natës dhe duke jetuar në dhoma të përbashkëta me shumë emigrantë të tjerë për të kursyer çdo kops. Por, sa herë që donte të dorëzohej nga lodhja ekstreme, ajo kujtonte fytyrën e taatit dhe sakrificën që ai kishte bërë. Ajo nuk mund t'ia lejonte vetes dështimin. Ky vullnet i hekurt bëri që ngadalë gjërat të ndryshonin. Klea filloi të mësonte gjuhën në mënyrë perfekte. Krijoi kontakte dhe nisi të kuptonte se si funksiononte biznesi. Pas 5 vitesh sakrifice, ajo arriti të hapte kompaninë e saj të parë të shërbimeve dhe logjistikës. Me një menaxhim të shkëlqyer dhe punë 18 orëshe në ditë, biznesi mori për masa të jashtëzakonshme. Ajo filloi të nënshkruante kontrata të mëdha, investoi në pasuri të paluajtshme në Angli dhe, brenda 10 viteve, emri i saj u rreshtua midis sipërmarrësve të rinj më të suksesshëm. Ajo u bë një milionere e vërtet, me llogari bankare të bollshme, makina luksoze dhe një jetë që dikur as nuk mund ta ndërronte.
Megjithatë, pavarësisht gjithë atij luksi dhe pallateve të gjamta të Londrës, në zemrën e saj mbeti një zbrazëtje e madhe. Malli për babain e saj, të cilin kishte 10 vite pa e parë në sy. Me kalimin e viteve dhe rritjen e përgjegjësive në Londër, jeta e Cleas u shndërrua në një vrapim të pafund pas takimeve, kontratave dhe menaxhimit të suksesshëm të bizneseve të saj. Megjithatë, pavarësisht të agjendës së ngjeshur, asnjë ditë nuk kalonte pa menduar për të atin. Por, komunikimi mes tyre kishte filluar të ndryshonte, duke u bërë më i rrallë dhe më i vështirë. Ai nuk donte në asnjë mënyrë që ajo të ndihej në faj, apo të shpërndante vëmendjen nga karriera e saj për shkak të problemeve të tij. Realiteti që ai po fshihte ishte një ferr i vërtet. Borxhet me fajde që kishte marrë për të nisur Clean në Angli nuk u shuan kurrë. Përkundrazi, interesat u rritën aq shumë sa morën për masa të pakontrollueshme. Personat që i kishte borxh filluan ta kërcënonin çdo ditë. Në fund, banka dhe përmbaruesit i sekuestruan shtëpinë e vjetër prindërore, të vetmen gjë që i kishte mbetur si kujtim nga rinia dhe familja. Iliri mbeti krejtësisht i vetëm, pa kulë mbi kokë dhe pa asnjë mbështetje sociale apo familjare. Shëndeti i tij filloi të përkeqësohej me shpejtësi nga stresi dhe të ftohtit, duke bërë që ai të humbiste edhe ato pak punë krahu që mund të bënte ende. Megjithatë, sa herë që telefoni i tij i vjetër i binte dhe në ekran shfaqej numri anglis, ai mblidhte të gjitha forcat, pastronte fytin që të mos dëgjohej i lëkundur dhe gënjente sërish. Ai i thoshte se po darkonte me misht, ose se ishte duke pushuar në divanin e shtëpisë së tij të ngrohtë, ndërkohë që në të vërtetë mund të ishte duke qëndruar në strehën e ndonjë dyqani për të mbrojtur nga shiu. Clea, e rrethuar nga bota e shpejtë e biznesit dhe e bindur nga fjalët e tij plot krenari, u tregua naive dhe i besoi ato premtime. Plani i saj ishte i qartë. Do të zbriste në Shqipëri, do të shkonte te shtëpia e tyre e vjetër, do ta merrte babain prej dore dhe do t'i tregonte projektin e një vile të re luksoze që kishte planifikuar të blinte për të në zonat më të mira të vendit. Babi, kjo fjalë doli si një pëshertim e thyer nga goja e Cleas, teksa ajo u gjunjëzua menjëherë në mes të trotuarit të ftohtë, pa i bërë përshtypje pluhuri. Rruga apo shikimet kurioztare të njerëzve që po ndalonin për të parë skenën. Ajo i hodhi krahët rreth qafës së tij, duke shtrënguar forta të trup që dridhej nga befasia dhe nga lotët. Rrobat e tij të reckosura dhe të ftohta u takuan me trikon e saj të kuqe me shqiponjë. Në një përqafim që mbante brenda 10 vite dhimbje, gënjeshtra dhe sakrificë. Iliri, me duart që i dridheshin plotësisht, e preku në faqe për t'u siguruar që ishte reale. Clea, vajza ime, pse erdhe këtu? Nuk duhej të më shihje kështu, përshpëriti ai me një zë të mbytur nga turpi i një babai që nuk donte kurrë të shfaqej i thyer përpara fëmijës së tij. Ai u mundua të largohej paksa, i turpëruar për gjendjen e tij, por Clea nuk e lëshoi. Ajo e shtrëngoi edhe më fort, duke qarë me dënes në supin e tij. Më fal, babi. Më fal që të besova, më fal që nuk erdha më përpara, thoshte ajo me slotësh, duke i pastruar me duart e saj pluhurin nga fytyra e rrudhosur. Çfarë vlere kanë milionat e mia në Angli? Çfarë vlere kanë bizneset dhe suksesi, kur ty të la dreqi në mes të rrugës? Unë erdha për të marrë. Çdo gjë ka mbaruar tani. Clea hapi valigjen e saj blu, nxori prej ande një pallto të ngrohtë që e kishte blerë si dhuratë dhe ja hodhi mbi supe, duke ndihmuar të ngrihej në këmbë me dinjitet. Ajo e mori prej dore, duke lënë pas atë cep trotuari dhe kartonet që kishin qenë shtëpia e tij e dhimbshme për aq shumë kohë. Skena mbyllet me premtimin e madh të Cleas se që nga ajo ditë, askush dhe asgjë nuk do t'i ndante më dhe se pasuria e saj më e madhe nuk do të ishin më llogaritë bankare, por mundësia për t'i kthyer babait dinjitetin, qetësinë dhe jetën e lumtur që ai kishte merituar gjithmonë, përpara se të ishte tepër vonë. Ditën e fluturimit, Clea hapi dollapin dhe zgjodhi me vetdije të vishte një triko të ngrohtë të kuqe, të qëndisur me shqiponjën e zezë 2 krenare në gjoks. Kjo triko ishte një dhuratë që ja kujtonte gjithmonë identitetin e saj, rënjët dhe ato bisedat e pakta, por të ngrohta me të atin.
Kur avioni preku pistën e aeroportit, zemra e saj filloi të rrite me shpejtësi. Ajo kaloi kontrollin e pasaportave, mori valigjen e saj të madhe me ngjyrë blu, të mbushur plot me dhurata, rroba të shtrenjta dhe dokumente të bizneseve të saj, dhe doli jashtë në ajrin e ngrohtë të vendlindjes. Klea mori menjëherë një taksi dhe i dha shoferit adresën e lagjes së saj të vjetër. Gjatë rrugës, ajo shihte nga dritarja ndryshimet e qytetit, pallatet e reja dhe rrugët që nuk I ngjanin më atyre që kishte lënë pas para një dekade. Por, sa më shumë që taksia I afrohej qendrës, aq më shumë trafiku bëhej I rënduar, derisa makina u bllokua plotësisht në një nga rrugët kryesore, vetëm pak qindra metra larg zonës ku ajo dikur ishte rritur. Klea si u ngrin gjaku në vena dhe fryma I u bllokua në fyt. Nuk kishte asnjë dyshim. Ai burri I thyer, ai lypës I harruar në mes të rrugës, ishte Iliri, babai I saj. Ai burr krenar që dikur kishte shitur gjithçka për të, dhe që në telefon I thoshte se jetonte si mbret, tani po lypte për një kafshat bukë. Pa menduar 2 herë, Klea hapi derën e taksisë në mes të rrugës, duke lënë shoferin të thërriste pas saj. Ajo doli në trotuar, duke tërhequr me shpejtësi valigjen e saj të madhe blu, ndërsa lotët filluan t'i rridhnin pa kontroll mbi faqe. Çdo hap që bënte drejt tij I dukej si një peshë e rënd plumbi fajit që po I binte mbi shpinë. Kur mbërriti vetëm një hap larg tij, ajo ndaloi. Hija e saj ra mbi kartonët ku rrinte ai. Iliri, duke menduar se ishte thjesht një kalimtare tjetër që po I hidhte para, ngriti sytë e tij të lodhur dhe të mjegullt. Kur pa vajzën e tij, të veshur me trikon e kuqe, të rritur, të bukur por me sytë e mbytur në lot, gota e plastikës I ra nga dora dhe monedhat u shpërndan mbi trotuar. Ai mbeti I ngrirë, sikur po shihte një ëndër ose një hije nga e kaluara që nuk kishte guxim ta prekte.